shërben simbulese parave që këzën Berishës, atëre kupton se sa realisht pesh ka sot Sali Berisha në Partinë Demokratike, një pesh më simbolike se sa posti honorifik që morin Brazil. Në një tjetër shenjë se Gazmend Bardhi po i afrohet sërish frontit blu, është presioni që ai bëri sot ndaj gjykatës kushtetuese dukshëm pa lejen e doktorit. Ndonë se në të petkun e armikut personal të numrit 2 qeveris, presioni Bardhi ndaj gjykatës kushtetuese është indirekt presion ndaj Sali Berishës, të cilit më shumë se kushdo tjetër i shërben përcaktimi i qartë i kufive mes drejtësisë dhe politikës. Sidomos tani që me hetimet për 21 janarin dhe akuzat e pritshme, ati nuk i hyn më në punë për të mbrojtur nga masat e sigurisë as mosha e thyer. Presioni që Gazmend Bardhi dhe kushdo që ndron pas tij po bën ndaj kushtetueses është që t'i lërë të paqarta këto vijandarse. Pasi sa kohë Berisha qarkullon rrugëve apo dhe jashtëtetit qoftë në Brazil, Bardhi nuk është i lirë të nis planin për marrjen e një froni të cilin mund ta tentojë vetëm nëse ai është bosh dhe Berisha diku tjetër. Sot me dieni ose jo të Berishës, linja e Partisë Demokratike është bashkuar me atë të Sorosën në Tiranë, në një lojë politike që nis nga qeveria, kalon te gjykata kushtetuese dhe mbaron te Partia Demokratike. Unë vetë nuk kam asnjë problem me Sorosin, përkundazi, mendoj që është një faktor që e ka hapur shoqërinë shqiptare. Por ky, pra doktori që e kishte problem, si ka mundësi që përfundoi të marrë një post nga një event i mbështetur nga Soros dhe të bëjë edhe lojën e tij edhe brenda politikës Tiranë, përfshirë dhe vetë brenda selis blu. Edhe për këto të flasim sonte. Sikle. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Sigurisht që edhe kjo javë do dominohet nga zhvillimet që do ndodhin në gjykatën kushtetuese, për këto do flasim edhe pak më vonë në program, por fillimisht flasim për situatën e re në cilën e ka gjetur Sali Berisha Partinë Demokratike. Pas kthimit nga një event ku, siç do ta tregojmë edhe me fakte, dora e institucioneve të financuara nga Fondacioni Soros është e fortë, përfshirë dhe eventin në San Paulo të Brazilit. Për të folur për situatën temi të re brenda gjirit Partisë Demokratike, apo të vjetër, varet nga këndvështrimi, sot me mua në studio janë Enkelet Aliber, mirëmbrëma Enkelet, kënaqësi të nga program, Orland Beko, mirëmbrëma Beko, Martin Leka, mirëmbrëma Martin, dhe Brisita Gjikondi, mirëmbrëma Brisita. Por le ndalim e pak të eventi ku ka qenë zoti Berisha, një event i cili në fakt ka bërë shumë buj për shkak të faktit, jo të shkak të faktit që zoti Berisha për të parë kaloi oqeanin, po për shkak të faktit se ai ushqit sikur ai është një event i partive të djata. Në fakt, jo të gjitha partitë e Partisë Popullore Europiane bëjnë pjesë në këtë union, i cili sigurisht shkon përtej Europës. Por çudia më e madhe është që ky është një event që mbështetet nga një institucion që indirekt apo direkt është mbështetur nga Fondacioni Soros. Ndjekim Andon Kello. Si çdo herë prej shpalljes non grata, kur Sali Berisha ikën jashtë shtetit gjej një lajm për ta sjellë në Shqipëri, u nis për të kaluar oqeanin dhe vërtet e kaloi, por jo për në SBA, por për në Brazil. Përveç disa fjalimeve një minutëshe e takimeve, doktorit i doli fati, organizata e centristëve të CDI e zgjodhi zëvendës president. Berisha shkruan se është zgjedhur zëvendës president i unionit më të madh të partive të djatha në të gjithë botën, por si qëndron e vërteta, CDI është një organizat që funksionon si union partish më tepër centriste, se sa të djatha që me dëshirën e tyre janë antarësuar në këtë union dhe madje kanë dhe një tarif antarësimi. Shumica e vendeve antare janë nga Amerika Latine, Europa dhe Afrika, por pjesë e këtij unioni nuk janë Partia Republikane e Donald Trump në SBA dhe as konservatorët britanik, kanadez, australian dhe të tjerë, dhe tek Shtetet e Bashkuara qëndron çështja si antare e SBA-s në këtë organizat rezulton të jetë vetëm NDI, një organizat jo fitimprurse, por që punon afër Partisë Demokrate në SBA, ajo e cila në pushtet me president Joe Biden dhe sekretar Antony Blinken shpallën non grata Sali Berishën në 2021-shin.
Për më tepër me rikthimin e Trump në pushtet, NDI ka qenë një nga organizatat jo qeveritare më të goditura nga ndërprerja e fondeve, si një institut që vijon e financohet nga George Soros. Po ashtu, NDI është një nga promotorët kryesor të grupeve të marginalizuara dhe politikave gjinore përfshirë LGBTI. Me pak fjalë, Berisha është bërë zëvendës presidenti një unioni ku antar indirekt është Soros dhe jo Trump. Nga ana tjetër, Sali Berisha nuk është i vetmi zëvendës president i emëruar në forumin e Sao Paulos. Në forum u zgjodhën 20 zëvendës president, mes të cilëve dhe kryeministrat e Kroacisë, Slovenisë dhe Hungarisë. Pra nga 115 vende u zgjodhën 20 zëvendës president të rinj dhe duket se radha kësaj radhe i qelloi Sali Berishës nga Shqipëria të ishte një prej tyre për të patur një zëvendës president të një vendi tjetër. Dhe bie në sy se shumica e partive antare në vendet e tyre janë në opozit, por doktorit i qelloi të jetë i vetmuar. Nga Europa është i vetmi zëvendës president opozitar. Kurse presidenti kësaj organizate u zgjodha Andres Pastrana, i cili karrierën e tij politike nga nisur si kryebashkiak i Bogotas në Kolumbi e deri në zgjedhjen si president i vendit në vitet 1998-2002. Më pas ai u emërua për disa vite ambasador në SBA, por sërish kjo nuk e ndihmon doktorin. Rruga e tij për të shkuar në veri të oqeanit duket shumë larg, afër me Soros se sa me Trump. Dhe edhe kësaj radhe doli huq, rëndësi ka që pas dëshmisë për 21 janarin i shpëtoi për disa ditë zhurmës në Tiranë, kurse kthimin e ka me shpresën se me lajmin e ri do të frymëzojë disa demokrat më shumë për të dalë në foltoren përpara kryeministrisë ditën e hënë. Ditën e hënë pra sonte, pas dite, zoti Berisha ju drejtua dhe mbështetësve të tij poshtë zyrës Edi Ramës, sigurisht me statusin e ri, pra zëvendës presidentit të këtij unioni të partive të qendrës dhe partive të djatha. Efektin e shikoni në ekran. Le të themi që si rrethasht editorial, kjo padyshim hyn në konkurrencë me protestat natyrisht më dobta mbajtura ndonjëherë nga Partia Demokratike. Enkelet, pyetja që kam për ju, me që ju keni qenë pjesë e strukturave. Unë kam një mendim timin, besoj që zoti Berisha mund t'i sjelli, ku diun, 1000 veta në shesh, 2000 veta në shesh? Nuk i sjell dot. Nuk ka të mendoni që kjo është reale, kjo lloj pjesëmarrje? Po, është hera e dytë. Është hera e dytë. Dakor. Herën e parë ndoshta u vendos shpejt. Dhe mund të kenë qenë të pa përgatitur. Është hera e dytë. Dhe u fol edhe të anën e kaluar për organizimin e dobët pjesëmarrjen e ulët, në fakt. Po, normalisht njeriu merr masa pas një jave, ëh? Si duket, mund të jenë përpjekur, por rezultati është ky. Në fakt, nuk është hera e dytë. Është hera e tretë. 2 javë apo 3 javë më parë në nëntor, apo ishin zgjedhjet. Ajo, pastaj, okay. Ja, pasi ka një linjë logjike. Ka një linjë logjike. Po doktori se pranon, doktori thotë është. Po ç'thot doktori është tjetër gjë, ç'thon njerëzit dhe ç'realiteti flet ku mbon më tepër. Dhe me që më prezantove si pjesë e strukturave, jam i gëzuar. Jo, dakor. Jo, se doja të dilja vetë këtu. Me thënë vërtet krahasuar me protestat e kohës tuaj, kam një dyzim, jo vetëm të kohës son, por Partia Demokratike ka qenë historikisht. Parti e protestave, parti elektorale, lëvizje, fryme. Pra ishte një parti që kishte mbështetje njerëz. S'kishte ideologji, jam dakord. S'kishte projekt politik të djathtë, plotësisht dakord. Por mbështetje njerëz, protesta kishte, edhe në ditët më të këqija të vetat. E vërtet. Pa dhe ditët më të këqija, i mbaj mend kanë qenë pas në të shtatës. Po, ato protestat e famshme, që nisën me 40 veta, por që çdo ditë që kalon shtonte njerëzit, e vërtet. Rriteshin. Ktu çdo ditë po bien. Tu paksohen, pra. Që do thotë, ndjesia ime, në këtë rast do ta them kështu në mënyrë të hapur, është e dyzuar. Para ndjej një keqardhje të madhe. Ndjej keqardhje të madhe se si një parti e cila pavarësisht se si lindi, dhe këtu ka shumë për të diskutuar, po gjatë kohës mori, si të thuash, pozicionin e partisë partisë socialiste që rrithe prej partisë punës. Antiregjim, antikomuniste. Të gjitha, po themi, vjen degradon. Ky është fundi kësaj partie. E do ta them edhe jo vetëm kësaj partie. Po nga ana tjetër,
Thash, kjo është një pjesë e ndjesisë që kam. Pjesa tjetër është, duhet të ndodhë kështu. Ata cilët po dështojnë nuk janë demokratët, duhet ta bëj të qartë dhe këtë. Kur them demokratët, ata njerëz të cilët mendojnë ndryshe nga pjesa që mbështet socialistët. Kur them demokratët, njerëzit e thjesht, anti-qeveritarët. Thjesht një grup njerëzish, të cilët as projekt politik s'kan, as ndershmëri politike nuk kanë, as ndjesi njerëzore nuk kam për atë se çfarë po ndodh, po themi me ata njerëz dhe sa mirë që po ndodh kështu. Sepse kjo nuk është gjë tjetër vetëse është një përshpejtim i një procesi të lindjes së një tjetër organizimi antiqeveritar. Dhe kjo është pjesa e parë. Nuk doja thjesht dhe vetëm të shifja se ç'po ndodh vetëm me Sali Berishën apo me grupin e tij përreth, por kjo shenja nuk është e tillë që ju përket vetëm atyre. Është shenjë që tregon që sistemi politik PD, PS është në pragun e shembjes. Është një cikël 30 vjeçar, dhe me sa duket, këto janë shenjat, këto janë më të dukshme, janë më të dukshme. Simptomet forta ama çuditërisht duhet jep të PS-ja. Si parti më e vjetër, si parti që trashë me partinë komuniste, si mas 13 viteve në pushtet. Ndoshta një logjik e drejtë mund të ishte kështu. Duhet i ndodhte PS-s e parë. Ndodh ja ku e kanë nëntorin dhe i fiton me stërvitje. Ndodh ka që një pjesë e këtij sistemi po kalbëzohet më shpejt. Po kjo nuk heq konkluzionin tjetër që është pjesë e sistemit. Kjo që po përjetojmë tashmë është shembja e sistemit politik shqiptar. Dhe po ta shohim ftohtë, unë them sa mirë që ndodh kështu. Po, patjetër. Kështu që kjo është ajo se nuk na besonin kur ne paralajmëronim që në fakt kështu do ndodhte. Shembja duhet niste kështu do ndodhte dhe s'ka asnjë dyshim destini. Nga PD-ja, na e vinin dyshim, na akuzohen dhe të tjerë, por kur ne paralajmëronim që kjo po ndodh në këtë anë, ju e dini vetë apo. Ne jemi gjendë të përballë të debat. Po, sigurisht, është e vërtetë. Ne nuk dimë gjën tjetër, çdo të ndodhte me PS-n, nëse do të ndodhej përballë asaj se çfarë PD-s në këto 3-4 vite i ka ndodhur. Pra, do të ishte një lëvizje tektonike edhe atje. I ka ndodhur PS-s. Maksimumi ka humbur pushtetin në 2005. Ende jo, atëherë ka qenë s'ka qenë kjo situatë. Keq kanë qenë. S'ka qenë kjo situatë sepse të paktën në 2005 ndodhi një akt politik. Po të rikthehemi. Në atë kohë ish kryeministri, kryetari i Partisë Socialiste. Po, iku paktim. Iku. Dhe kjo ishte lëvizje politike. Domethënë i shndroi përballë kryetarit të ri, po nuk është se i tentoi të rikthehej dhe të merrte parti. Kjo është e vërtetë, po. Pra, atëherë pati një lloj lëvizje, pati një lloj të natyrës progresi historik, le ta themi. Po. Ndërkohë, nëse flasim për Partinë Socialiste, siç unë e shoh, ka një instrument që e mban ende në këmbë, jo fort, që është çështja e të qenit në pushtet, e cila ka, si thua, ka anën pozitive, si duke qenë në pushtet, këtë sa instrumentat të tjerë, jo politik, jo partjak. Pra njerëzit aty nuk qëndrojnë sepse besojnë tek ca vlera, tek i platform, tek i projekt, po qëndrojnë për shkak të ca interesat që pushteti t'i jep, me thënë drejtën. Por në momentin që s'do të jetë kaq e fortë edhe kjo mburoj ose këto instrumente të pushtetit, lëvizje tektonike do të ndodhe dhe Partia Socialiste. Po, patjetër. PS-ja i ka dhënë provat që i ka përjetuar disa tërmete përpara. Dhe ka edhe liderin, një polemist që dihet se kush është, i ngjashëm me liderin historik Fatos Nano, i cili ta jep të lloj komoditeti për të patur atë lloj tërmeti në një parti që është e mbyllur për efektet që dihen tashmë. Por po të kthehemi tek Partia Demokratike, unë mendoj që po t'isha Sali Berisha, mos ma dhënë Zoti, domethënë në asnjë rast, po mendoj që do t'ishte gjëja më mirë që në këtë rast të ndërmerrte një masë tjetër. Ta hiqte këtë lloj karnavale të Partisë Demokratike përpara kryeministrisë, sepse po tregon që partia e tij është në gjumë. Në momentin që qeveria është përpara një dimri politik me shumë akuza e tjera me vet konsumimin që merr një pushtet kaq i gjatë,
Partia Demokratike flegjume dhe shkon në këtë drejgje, domethënë, ku nuk mbledh as 100 veta, është motivimi më i keq për një parti Ja, por të opozita djathtë. do thoja, në përgjithësi, se zyrtarisht Partia Demokratike mbetet numri 2 në këtë vend, kështu që kur ti shikon, okay, po. Po numri 2 mund të kesh edhe i pari 100 pik, edhe i dyti 1 pik. Sa kota lejon sistemi. Shef në një ndryshim të nga dimensioni me partinë e Agron Shejaj të Parlin Qorit, të njëjtat ishë. Të njëjtit. Si numra? Si numra? Si numra. Po ja ka që. Pse është numri 2? Sepse është numri 2 se ka 50%. Nga i votave është tjetër mesele. Këto janë teste reale, aktuale, të tanishme, që tregojnë se ku është pesha. Nëntor është e tronditës. Mendosh domethënë sepse ajo që të gjëras mund ta diskutojmë pak edhe ato çfarë po ndodh edhe me përballjen e drejtësisë. Por sot realisht kryetari i Partisë Demokratike është Altin Dumani dhe paradoksalisht Beko është më i sulmuari nga Sali Berisha, ndërkohë që duhet ishte ngrit në qiell. Para 2 ditësh po shkëmbeja mesazhe me një nga këta gazetarët mediatik që dalin që janë pranë Berishës, është nga më aktivët ai, por është i ndershëm në vetvete. Dhe i bëj një pyetje, i them, në rast se PD-ja do të mbante një qëndrim ashtu siç i takonte opozitës shqiptare në këto kushte, pro drejtësisë, sepse siç e thatë ju, kanë të njëjtin fokus, kanë qeverinë, domethënë, kanë korrupsionin. Korrupsioni bëhet në qeveri, nuk bëhet në opozitë. Si do të ishte rezultati? Ja, varet se këto mesazhe që po na zbardh zoti Bardhi, po si do të Hajde gje ku ti ngele deri maç në dorë. Flas parimisht, nuk flas tek opozita e korruptuar. Duhet më parimisht, nuk flas konkretisht. Barsa letën dallimi midis praktikisht dhe faktikisht, e ti ta tregoj më mbrapa. Edhe kam dëgjuar. Okej. Jo, ajo që do të i bëj pyetje, i them si do të ishte situata. Më thotë PD-ja do ishte në pushtet. Atëherë kush morali këtu? Edhe ideja është që ajo që ju e futët në editorial që thatë SPAK-u është opozita e vërtet, është e vërtet. Kjo nuk mohohet dot. Dhe qytetarët shqiptarë. Pse sulmon SPAK-un se kuptoj dot? Po e sulmon sepse ka hallin e vet. Do të thënë ai është në atë që thua ti tek ajo pjesë që praktikisht është i korruptuar. Praktikisht është i korruptuar, ka të njëjtin hall siç kanë gjithë pjesa tjetër e korruptuar e politikës shqiptare. Se Martini tha që